E treta prej suneteve të natyrshmërisë është shkurtimi apo prerja e thojnive. Është vërtet se notën s'bën me prerë thojt, nuk është vërtet. Kjo është muhabet i grave. Prerja e thojve, shkurtimi i thojve, është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç na kanë ardhur hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç thashë nuk ka hadith se cilët ditë është më e preferuar mi prerë thojt. Disa thojnë se ditën e martë kanë thonë se s'bën mi prerë thojt. Natën s'bën mi prerë thojt. Këtë këto hadithe janë dobta. Nuk ka transmetim të vërtetë. A mos i shtatë shkurtimi i thojve është sunet i një sahabiu quajtur Abdullah ibn Omer, i cili e veprante ditën e xumos. Pra para xumos është më preferuar, po edhe pas xumos nuk ka problem. Po edhe ditën dhe natën, është vërtet atë duhet këtë thoj mi vorros, është vërtet. Thoj do të thonë që nuk është vërtet që duhet mi vorros, kanë thonë se këtë thoj po kthekën krejt këtë thoj ditën e Kiametit, çish i ki prej. Për ta mos i qit ku do koft. Jo. Nuk është e vërtet, nuk ka të bëjë me vërtetën, vetëm se është e rëndësishme mos mi rrit thojt. Mos mi rrit thojt. E njëri për neve thot, e po mos mi rrit mirë, e kuptum. Po mi në gjitë, dhe do që mu bo si moc, pra edhe kjo është modeli huaj që nuk preferohet që grujen veçanti, po do të është edhe meshkuj, që të rritin fodhejt. Edhe një kupton kipo do, i rritin veç këtë voglin. Dhe dhe për më krujt, e kupton. Dhe dhe si duket ki moravqi, ka nevoj që ta rritin një thoj që ta kruje krijen. Pra nuk lejon kjo është modeli huaj, nuk është joni. Pejgamberi Allahut nuk e ka leju që thoni të qëndron ma shumë se 20 ditë, si që transmeton kush? Enes ibn Malik, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu shkurtimin dhe. E njëri për neve thot pika është ma mirë mi prej thojt. A njerë dorën e gjallë, a njerë dorën e majtë. Nuk ka të përcaktuar, përveç se nëse bazohesh në hadithin e Aishës, që pejgamberi Allahut se endet e preferuara i ka preferu që t'ja fillon nga e gjallëta. Fillova ka e majtë, apo ke fillova nga e gjallëta, nuk ka problem. A e fillova nga gishti madh, apo nga gishti vogël, nuk ka problem. Është me rëndësi, heki thojt, shkurtoj thoj, prej thoj. Thojt e kamës dhe thojt e durve. Po njëri thot cilët përpara, cilët dush, cilët veri me kollaj, nisi ashanena, për çka se nuk kena sanet të bazuan hadithet të vërteta se nga duhet të fillohet.